Pandeli Majko mendon se fitoria e Partisë Socialiste është e rëndësishme pavarësisht e emrave që do ketë në kuvend? Është thuajse barazvlershme me zgjedhjet e vitit 1992, ku unë isha në krahun tjetër për të rezistuar në emër të smajtës, të mbjetesës saj. Sot, pas kaq vitesh, unë jam këtu në emër të një vendimarrje shumë të madhe kombëtare për të lidhur vendin me Bashkimin Evropian dhe për të mos përsëritur vitin 1996. Nëse ne nuk do të kishim pasur atë konkluzion që na ndodhi në vitin 1996, sot Shqipëria do kishte deputet në Parlamentin Evropian. A nëse s'do kishte ndodhur thyrje e madhe 96-97, sigurisht. Të jemi të sinqertë edhe me ata që janë mosh jo shumë madhore dhe që na dëgjojnë, është vonesa më e madhe që i kemi sjell historisë këtij vendi për një grusht votash, të cilët u morën me dhunë për të mbajtur një pushtet të pamerituar. Dhe pastaj gjithçka që ndodhi në refleks të vjedhjes votave. Dhe nëse sot sërish vazhdon fenomeni jo blerje, shitje, etj, unë gjithmonë mendoja atë vit mallkuar. Po në fakt, zhurma është e tillë që e lë të nënkuptuar që ky fenomen vazhdon. Vazhdon. Mos fluturojmë kot. Është problem për strukturat e socialistëve në Kavaj që ish kryetari Bashkisë Socialiste të Kavajës sot është në anën e kundërt, e kam fjalën për zotin Roshi? Se në fundit për të investoj Partia Socialiste, që ai të fitonte bashkinë dhe të ishte fytyra e socialistëve në qeverisjen lokale. Luan, mund t'ja bëni një pyetje dikujt tjetër këtë. Unë jam mësuar me këto. Kastriot Islami, Luan Rama, Zabit Brokaj, kur më ikën nga Partia Socialiste, sikur më hoqën një... Pa pyete ndonjëherë pse i përzur nga Partia Socialiste? Çfarë si ka, Luan? Po jo. Më pyete si ndihem për një kryetar bashkie, të thash jam mësuar. Të thash jam mësuar. Analogjia nuk qëndron, por ka një gjë. Sepse ka një gjë. Si për Kaçin, si për Luanin, si për ndjes pas profesor Zabitin, ata për mua mbeten ndër socialistët më të mirë. Unë se kam fshehur asnjëherë, isha me krenari, socialisti më i mirë në lëvizjen socialiste për integrim. E lëm me kaq tani të bisedë. S'dua ta zgjas. Po. Mirë, një pyetje të fundit. Unë qytetari i qarkut të Tiranës, kudo që jam, po në mënyrë më specifike qytetari i Kavajës, i Rrogozhinës dhe i rrethinave të tyre. Përse duhet ta votoj Pandeli Majkon? Si një zgjidhje të përditshmes, të dikujt që ka drejt në çdo orë ditës shkoj të trokas të dera dhe t'i kërkoj ndihmë. Me dikë që e shikon si njeri, pastaj si antar të një partie. Si dikush shikon t'i japi një zgjidhje në mënyrën më njerëzore të mundshme, për djalin, vajzën, për një letër të vënuar të kadastrës, për një badakçi që i kërkon lek apo i ka vënë gjobë, për historitë natyrave kaq njerëzore të cilat godasin si të majtin dhe të djathtin një lloj. Si dikë që do ta shohin parlament për t'i kujtuar atë për cilën ai ka luftuar në të kaluarën e vet, edhe për t'u thënë fëmijëve, ai është shoku im.